janë raportuar nga 231 qendra votimi, 156 prej tyre kanë votuar 9.627 persona nga 116.522 zgjedhës në listën e këtyre qendrave të votimit të raportuara, që do të thotë në një përqindje rreth 8.26%. Jemi ngritur pak nga përqindja e parë e orës 11, që ishte rreth 5%, kemi shkuar në këtë përqindjen 8.26%. Ndërkohë që unë tani të nderuar shikues do të kem në një lidhje të drejt për drejt gazetaren ton, Ariola Hasanaj, e cila do të njohë për situatën aty ku ajo ndodhet. Tani kam iden që ndodhet këtu afër te Galeria e Arteve. Të përshëndet Frosina. Përshëndetje, po. Më thuaj, atëherë ku je qendra e votimit, procesi, ecuria, përqindja? Përkatësisht ndodhem tek qendra e votimit 4491, 4491 fraksion 2. Përkatësisht pas shumë të ulët si të gjitha qendrat e votimit të qytetit e Vlorës, në 58 nga 824 votues, në 4491 fraksion 1 kanë votuar 65 nga 905 votues dhe në 44 fraksion 2 kanë votuar 41 nga 737 votues. Po shoh, gjithsesi ishte Ariola Hasanaj, mundet të vazhdoj? Jo. Ishte Ariola Hasanaj të nderuar shikues, e cila raportonte nga 2 qendrat e votimit të vendosura pranë Galerisë së Arteve Figurative në Vlorë, ndërkohë që sipas raportimit të saj, shifrat janë minimaliste dhe alarmante, nga 900 votues, nga 900 zgjedhës, me thënë 70 votues. Kur themi që ora po shkon 14 dhe që janë rreth dhe 4 orë tani, sepse qendrat e votimit në këto zgjedhje të pjesshme vendore mbyllen në orën 18 dhe jo në orën 19. Edhe pse rëndom sot në shumë qendra votimi ne i pam të afishuara pikërisht tek numri rendor i qendrës së votimit, ne pam të, domethënë, akoma ishte orari i mbylljes ora 19. Gjithsesi, më thot regjia që e kam përsëri në lidhje Ariolën. Ariola, përshëndetje. Ikën linja, ikën dhe bjen linja edhe për shkak të motit dhe situatës të shiut të lagështirës. Gjithsesi, ndoshta Ariola më del në një moment tjetër, por ajo që po thosha ishte pikërisht kjo pra. Jemi, më thënë, shumë keq me pjesëmarrjen. Nuk është as pak lajm i mirë, është trishtim. Gjithsesi, unë do të provoj, regjia më thotë që do ta provoj që të rilidhet prapë me Ariolën, ndërkohë që ne do të kemi më pas, do të kemi dhe një lidhje tjetër me një koleg tjetër në Orikum. Ariola, është gati? Ariola, flasim, sepse u shkëput lidhja bashk. Rilidhemi përsëri. Atëre, isha duke komentuar atë raportimin tënd, Ariola. Pra, minimaliste ishin shifrat e votuesve, apo jo? Po, nga në 4491 në qendrën e votimit, nga 824 kanë votuar 50 votues, në 4 fraksion 2 kanë votuar 65 nga 950, në 4491 fraksion 1 kanë votuar 41 nga 737. Vlora rezulton në fakt me pjesëmarrjen më të ulët nga të gjitha bashkitë ku po votohet për kryetar bashkie.
vjet të res dhe shumica e votuesve janë të moshave të mëdha le të themi, dhe të rinjt janë në pjesëmarrje më të vogël. Gjithashtu edhe një faktor tjetër që mund ta cilësojmë për këtë përqindje kaq të ulët të votuesve është edhe moti i keq që ka përfshirë në këto momente qytetin e Vlorës. Motin e keq, por kur unë kam një detyrë për të bërë, do ta bëj dhe kur moti është i keq. Gjithsesi, ndërkohë Ariola, prej mëngjesit raportimit të parë e deri tani nuk ka më situata problematike, apo jo? Sepse në mëngjes Ariola raportove që kishte probleme me mbritjen e komisionerëve, me funksionimin e pajisjes elektronike, apo jo? Tani jemi në normalitet proces. Në orët e para, në fakt, janë shfaqur disa probleme me pajisjen PEI për identifikimin elektronik të qytetarëve dhe mungesën e disa komisionerëve që solli disa vonesa nëpër qendrat e votimit. Megjithatë, situatat janë zgjidhur në orët e paradites dhe procesi vijon normalisht në të gjithë territorin e Bashkisë Vlorë. Po. Në qoftë se nuk ke gjë për të shtuar? Deri tani, këto janë. Ariola, je pjesëmarrëse për herë të dytë si gazetare në zgjedhje, apo jo? Në zgjedhje, në zhvillimin e zgjedhjeve në Vlorë. Hë? Zgjedhjet e 11 maj kanë zgjedhje para që unë kam qenë pjesë si gazetare, ndërsa këto janë zgjedhjet e dyta që unë jam pjesë. Dhe çfarë vëre është, pavarësisht se ne ishim vendi me pjesëmarrjen më të dobët dhe në zgjedhjet e 11 majit, këto zgjedhje kanë pjesëmarrje akoma më të ulët se zgjedhjet e 11 majit. Po, është e vërtet. Edhe më vjen keq. Më vjen keq, Ariola, kur diskutojmë dhe sot në për raportimet tona ka pasur dhe njerëz të moshuar deri 90 vjeç, ishte një zotëri që shkonte të votonte dhe që nuk e diskutonte që duhet ta bënte këtë detyrë si shtetas i Republikës, por ndërkohë pam dhe njerëz që janë me aftësi ndryshe. Një zonjë ishte në një karrocë me rrota dhe nuk ishte me makinë, po thjesht me atë karrocën me rrota kishte ardhur për të votuar. Dhe them që është për të vlerësuar. Por është keqardhje pastaj me fenomenin dhe me dukurinë. Po. Ndërkohë kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, e kemi thënë dhe më herët që kanë votuar pothuajse të 3 kandidatët, ndërkohë që i pranishëm sot në qendrat e votimit tek zona e universitetit, një nga qendrat e votimit të universitetit ka qenë dhe ish kryebashkiaku Ermal Dredha, i cili ende nuk e ka marrë detyrën e ambasadorit dhe ka votuar sot bashkë me bashkëshorten në Vlorë. Unë do të... Ariola, është Ariola përsëri në linjë, më thot regjia? Ariola? Jo, nuk është në linjë. Okej. Do të presim të bëjmë një tjetër lidhje. Një lidhje me Endri Goxhaj, i cili është gazetari ynë dhe është në Orikum dhe ka ndjekur procesin. Por regjia më thotë që ende ai lidhja nuk është gati, ndërkohë që informacionet nga Orikumi janë për të qendrat e votimit që ndodhen qoftë në shkollën Hasan Pulo ose në shkollën e Dukatit, kishte një pjesëmarrje shumë të ulët edhe në Dukat, edhe në Orikum, në shkollën Hasan Pulo, kishte një pjesëmarrje shumë të ulët të votuesve. Ndërkohë në zgjedhjet e kaluara përgjithsisht kanë dalë rreth mesditës, kanë dalë autoritete të partive për të bërë thirrje për pjesëmarrjen në votime, ndërsa në këto zgjedhje nuk ka pasur skandal nga shtabet të themi të kandidatëve, nuk ka pasur as Partia Socialiste një reagim, as Partia Demokratike, edhe pse Partia Demokratike ose kandidati
i pavarur që mbështetet nga Partia Demokratike gjithsesi nuk është me logon e Partisë Demokratike, në këtë zgjedhje Partia Demokratike nuk është me logon e saj, ose dhe kandidati i pavarur njerëzit e tij, shtabit të tij, por nuk kanë munguar mesazhet që kanë përcjell vetë kandidatët që nga kandidatja socialiste, Bruna Mersini, por më shumë 2 kandidatët e tjerë. Kandidati i pavarur Gjergj Nika ka përcjell mesazhe të forta për pjesëmarrje, ka ftuar qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, po kështu edhe Dionis Sota ka bërë thirrje për pjesëmarrje në votime. Ndoshta ne do të presim në një lidhje tjetër kolegun që është në Orikum, dhe unë tani, të nderuar shikues, ju ftoj që pas një hapësire të shkurtër të ndjekim gjithë procesin zgjedhor deri në orën 13 që Blu Televizion ka ndjekur me gazetarët në teren, me gazetarët korespondent të Bashkisë së Tepelenës. Do të kemi ndoshta më vonë dhe lidhje me Bashkinë e Beratit, ndërkohë që tani regjia po mundson një lidhje me Klevis Kason, një nga bashkëkryetarët e Partisë Socialiste, i cili është live. Ta ndjekim. Unë nuk e dija që Klevis Kaso do të dilte live, është në traditën, e thash dhe më herët, të partive politike që përgjithsisht rreth orës 14 apo 15 dalin dhe të bëjnë thirrje qytetarëve për pjesëmarrje në votime. Ndërkohë që më duket se Selia Roz është kujtuar ta bëjë një detyrë të tillë dhe po më thonë që do të dalë Klevis Kaso në një lidhje live për të kërkuar qytetarëve të dalin në votime. Por nëse kjo do të ndodhë me Partinë Socialiste, nuk e di do të ketë pritshmëri apo jo për partinë kryesore të opozitës, Partinë Demokratike, e cila mbështet kandidatin e saj, edhe pse kjo fushat ishte atipike në llojin e saj, sepse asnjëri nga kandidatët e pavarur, flasim për 5 bashkit e vendit që janë përfshirë në zgjedhje të pjesshme, nuk doli me logon e Partisë Demokratike. Ishte strategjia e Partisë Demokratike të themi që ta bënte kështu këtë fushat zgjedhore. Dhe nuk e dim nëse do të ketë një dalje publike të themi të shtabit të Partisë Demokratike për të bërë thirrje qytetarëve. Gjithsesi, presim të kemi të dalim në një lidhje me Klevis Kason, një nga bashkëkryetarët e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës. Dhe më thot regjia që po bëhet gati Klevis Kaso. Gjithsesi, jemi në pritje. Ndërkohë që në Bashkinë e Vlorës numërohen 231 qendra votimi, 231 qendra votimi që janë të vendosura në teritorin e Bashkisë Vlorë, që do të thotë në qytet dhe në 4 njësitë administrative të kësaj bashkie. Atëre, këto zgjedhje janë të veçanta edhe për atë natyrën atipike të saj, por janë të veçanta edhe sepse janë zgjedhje të pushtetit vendor që gjithsesi përsëriten. Qytetarët ftohen të votojnë pikërisht për të zgjedhur kryebashkiakun e ardhshëm, i cili nuk do të jetë në një mandat të plot, do të jetë në një mandat 1 vit e gjysmë, por në fund të fundit punët e bashkisë duhen drejtuar dhe bashkia duhet i kthehet normalitetit pas gjithë situatave që i kemi kaluar tani dhe që ne në Vlorë e dim shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Me dorëheqjet, me shkundjen e madhe që bëri vetë kryeministri ndaj drejtorëve të Bashkisë së Vlorës. Madje kryeministri në takimin që ka bërë me kandidatët socialist pati një mesazh të fortë dhe për Vlorën mesazhi ishte veçantë.
i bënte thirrje kryebashkiakut që do të fitonte, kryebashkiakut socialist që ai e quan pjesë të vetën, që të bënte drejtorët të vinin në punë që në orën 7:30. Pra, drejtorët e Bashkisë së Vlorës kanë shkuar tani janë bërë në një problem mador. Atere, flasim me Klevis Kason? Klevis, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Klevis, takojemi sot bashkë në këtë ditë të votimit të zgjedhjeve të pjeshme të 9 nëntorit. Si po e përcjell Partia Socialiste situatën? Ne jemi të gjithë angazhuar që procesi të vazhdoj të vijoj me ritme të mira, të ketë lishmëri në secilën qendër votimi dhe patjetër që një nga thirrjet që kemi si parti, si seli është që qytetarët e Vlorës të dalin të votojnë masivisht për të mirën e qytetit të tyre. Vota është e drejtë dhe është ajo që jep legjitim kërkesave të tyre. Po, ndërkohë, zoti Kaso, procesi ka ecur normalisht me disa problematika të vogla, gjithsesi Vlora tani voton qetë dhe normal, por problem mbetet gjithmonë ajo thëmbra e akilit edhe këtyre zgjedhjeve është pjesëmarrja në votime. Pjesëmarrja më e ulët në zgjedhjet vendore gjithmonë është e pritshme dhe gjithmonë ashtu ka qenë traditë që të votojë më pak se sa në votën për zgjedhjet e përgjithshme, por duke qenë se këto janë zgjedhje atipike, zgjedhje të pjesshme, dhe ky është një ndikim, një faktor tjetër që ndikon. Por vlonjatët patjetër që dhe me këtë pjesëmarrje do të bëjnë zgjedhjen e dur, Vlora duhet të ecë me hapin e Shqipërisë 2030. Nuk ka disa rrugë që nuk ka kthim mbrapa dhe kjo është një nga rrugët që Partia Socialiste dhe qeveria e Edi Ramës ofrojnë për Vlorën dhe për Shqipërinë. Ndërkohë, zoti Kaso, unë e thash dhe pak më herët që ka qenë në traditën e partive politike, qoftë partive të pozitës, por dhe të opozitës, që rreth mesditës, pas mesditës në fakt, rreth orës 14 ose 15 të dalin dhe të bëjnë thirrje publike qytetarëve për të votuar. Këtë radhë, sikur ka një heshtje, ka një stepje. Ju nuk e keni bërë këtë në selin tuaj, apo jo? Ja, ky është një nga rastet. Blu TV nuk të lë të gabosh dhe patjetër që ne kemi vazhduar me thirrjet në rrjetet tona sociale dhe nëpër televizionet kombëtare ka pasur thirrje të deputetëve ose të njerëzve të caktuar politikisht për të bërë thirrje për pjesëmarrje masive. Ne nuk na lejoj deri në orën 18 që të bëjmë thirrje për mbështetje individuale, por patjetër që qytetarët duhet të dalin të mbështesin idenë e tyre të ardhmen e qytetit të Vlorës dhe atë që thashë më parë, në qoftë se do të duan që të kenë zërin e tyre të fortë, duhet të dalim në mënyrë unanime të votojnë. Mendoni që kushdo që t'i fitoj këto zgjedhje, qoftë kandidati i partisë tuaj, ose kandidatët e opozitës, ose të pavarurit si janë, mendoni që kjo mos pjesëmarrje, kjo përqindje e ullët e pjesëmarrje, sepse procesi nuk ka përfunduar dhe unë shpresoj dhe dua të përcjell pozitivitet që njerëzit të marrin pjesë masivisht në votim në këtë proces që mbyllet rreth orës 18, por pikërisht kjo përqindje e ullët dhe kjo situatë kështu që mërzit këdo, mendoni që do t'jetë një mësim i mirë për këdo që ta fitoj bashkinë, që t'i bëj këta njerëz që të votojnë? Shiko, të thash janë një sër faktorësh e nderuar. Një nga faktorët kryesorë janë që zgjedhjet e pjesshme. Fushata elektorale zgjat vetëm 7 ditë, ndryshe nga fushatat e tjera elektorale që janë 45 ditë. Por mos të përmendur dhe kushtet atmosferike, duke përmendur që në Vlorë gjithmonë njerëzit janë më pak të prirur të votojnë se në rrethet e tjera. Jemi duke luftuar këtë indiferentizëm ndaj votës
Por kushtet atmosferike që thash, koha e shkurtër për të bërë fushat, zgjedhje të pjesshme, njerëzit janë të ndikuar dhe mendojnë që për një vit kanë zgjedhje prapë. Të gjitha këto japin një lloj rezumeje ose një përmbledhje të qartë të numrit të ulët të votuesve, por kjo nuk do të pengojë, thash, legitimitetin e rezultatit, vijimin e punëve për Vlorën dhe Shqipërinë 2030, sepse vlonjatët e kanë të qartë idenë se kush është ai që duhet të udhëheqi Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Unë të falenderoj zoti Kaso, nëse nuk e gjë tjetër, unë ju falenderoj. Vetëm të dalin të votojnë sa më shumë vlonjatët, është në të mirën e tyre dhe vota është e shenjtë, vota është amanet për të mirën e qytetit që ata jetojnë. Është e vërtet. Faleminderit. Faleminderit. Ishim me Klevis Kason, bashkëkryetarin e Partisë Socialiste Dega Vlorë, ndërsa tani regjia më njofton se kemi në lidhje të drejtë për drejtë Endri Goxhaj, i cili është korrespondenti ynë gazetar në zonën e Orikumit, njësinë administrative Orikum. Endri, përshëndetje. Rosi të përshëndes, do dhemi në njësinë administrative Orikum, ku prej orës 7 të mëngjesit ka nisur normalisht procesi i votimit. Unë do dhem pranë gjimnazit Hasan Pulo, ku pranë KZAZ-ve 45, ku janë 2 qendra votimi, 45-12-00 dhe 45-12-01. Deri më tani kanë ardhur 51 votues në KZAZ-ën, 45-12-00 janë parashitur për të ushtruar të drejtën e votës 51 votues, nga një total prej 863 votues, ndërkohë në 45-12-01 janë parashitur 54 votues nga një total prej 936 votuesish. Pra në një total për të dyja qendrat më shumë se 1700 votues. Ndërkaq janë parashitur për të dyja qendrat vetëm 105 votues për të ushtruar të drejtën e tyre të votës. Ndërkaq në Dukat Fshat, në njësinë në KZAZ-ën 45-15-00, 45-15-01. Në të dyja qendrat janë mbi 1110 votues dhe deri në orën 11:20 kanë ushtruar të drejtën e votës dhe vetëm 30 prej tyre. Pra një numër shumë i ulët i votuesve nga çka pritej dhe çka është në listat zgjedhore. Endri, unë të falenderoj sepse në fakt nuk e mbetur vetëm në shkollën Hasan Pulo, por ke qenë edhe në fshatin Dukat, aty tek shkolla e Dukatit, ku ke përcjell dhe atje informacion. Pra, në qoftë se flasim në gjithë atë njësi administrative, situata është e tillë, pra kemi një përqindje të ulët të pjesëmarrësve, apo jo? Kemi një përqindje shumë të ulët të pjesëmarrësve dhe në atë që ka thonë komisionerët, nuk mendoj që të ishte një numër kaq i ulët. Supozohet që të zëm shembullin që aktualisht unë jam në shkollën Hasan Pulo dhe këtu do duhet të ushtronin të drejtën e votës rreth 1700 qytetar, por deri më tani kanë ushtruar të drejtën e votës vetëm 105 prej tyre. Po, ndërkohë, do me thënë, çfarë thonë ata që votojnë për fëmijët e tyre, për shokët, për miqt? Do me thënë, çfarë thuhet? Ka gjasa që... Disa janë të zhgënjur, disa të tjerë thonë që ndjejnë për të votuar, disa të tjerë janë të pakënaqur me kandidatët të cilët janë aktualisht kandidat për kryetar bashkie të Vlorës. Në komunikimet dhe në intervistat që unë kam arritur të marrë në banorët dhe me qytetarët të cilët janë drejtuar qendrave të votimit ku kemi qenë prezent, ata janë shprehur se kanë ardhur për të votuar, këta pak njerëz sa kanë ngelur me idenë se ndoshta ndonjë prej kandidatëve të rinj do të arrijnë të bëjnë diçka më të mirë për qytetin e Vlorës. Por shumica e këtyre qytetarëve janë të zhgënjur për secilin prej kandidatëve. Ndërkohë, Endri, nuk ka më probleme që pati në fillim të nisjes procesit të votimit, apo jo? Qoftë me aparaturën. Në shkollën Hasan Pulo janë regjistruar vetëm 2 proces verbale, ku qytetarët nuk kanë arritur të identifikohen.
Ndërkaq në dukat fshat dhe në dukat të rinj nuk ka pasur asnjë incident të tillë. Pra, votimi ka vazhduar si normalisht. Po, ndërkohë Endri, procesi tani vijon normalisht, por janë në pritje të qytetarëve, besoj janë bosh qendrat? Më falë Frosini. Besoj them komisionerët janë në pritje të qytetarëve, tani kemi pra pamje që janë bosh qendrat e votimit? Aktualisht unë ndodhem tek gjimnazia San Pullo dhe këtu janë aktualisht disa qytetarë të cilët janë duke votuar, por për shkak se është edhe një kohë shumë e keqe stuhi dhe pothuajse disa pjesë të rrugëve në Orikun, por edhe në Dukat janë të bllokuara. Kjo, sipas komisionerëve, nuk do të ndihmojë as pak qytetarët që të vinë të votojnë në qendrat e votimit. Megjithatë, votimi vijon të jetë i hapur deri në orën 6 të pasdites. Po, Endri, nuk është lajm më tani që votojnë moshat, por lajm është tani, a ka të rinj atje që votojnë? Ke takuar ti? Aktualisht janë të rinj të cilët po votojnë në gjimnazin Hasan Pullo, ndërkohë që në dukat fshat kishte një numër shumë të lartë të moshave të treta, të njëjtë po edhe në dukat fush, ku votuesit më të lartë janë të grup moshave të dyta apo të treta. Pra ka qenë një pjesëmarrje shumë e ulët e rinis, le të themi. Endri Goxhaj, të falenderoj për komunikimin. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte Endri Goxhaj, të nderuar shikues, gazetari që raportoi nga njësia administrative e Orikumit. Ndërkohë që unë tani ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të zhvillimeve të ditës së sotme Vlora voton, pikërisht prej orëve të para, nisjes së procesit të votimit dhe më pas normalitetit të këtij procesi. Më pas kemi dhe kandidatët që votojnë, 3 kandidatët që janë në garë, dhe kjo do të jetë në një përmbledhje që do të transmetohet menjëherë pasi ne të ndajemi bashkë. Faleminderit që na ndoqët.